Ajo zgjohet erët, jo se ka punë, por se gjumi nuk I ri. Hap derën nga dalë, del në obor, shikon rrugën si çdo mëngjes. E di që s'po vjen askush, po prap shikon, se zemra e nanës nuk mësohet me prit pa shpresë. E Vladin e ka në gurbet, që shumë vjet. Kur u nis, ishte djali I ri, me flokë të zinj, me sytë plot jetë. Ajo ja përgatiti valixhen vet, ja futi robat, pak bukë dhe një shall të vogël. Mere me vete, për mua. Ai qeshi, nuk e dinte sa pesh kishte ai shall. Kur u nis, ajo nuk qau shumë, vetëm me përqafoi fort, si me dasht me mbajt aty për gjithmonë. Shko birë, Zotit rujt. Fjalë të vogla, dhimbje e madhe. Ditët kaluan, shtëpia u bë e qetë, shumë e qetë. Karrigja e tij mbeti bosh. Gotën ku pinte ujë, ajo nuk e preku për ditë të tëra. Se nana nuk e pranon me njerë që djali ka ik. Telefoni u bë zëri I tij. Kur bie zilja, ajo nxiton. Zemra I re fort. Nan, si je? Mirë jam birë, mirë. Gënjen, se nana nuk I tregon djalit që qanë çdo natë. Mbrëmjeve, ajo ulet vetëm. E hap derën pak, si me prit që ai të hyjë pa pritur. Shikon fotot, I prek me dorë. Qysh je birë, a je lodh? Nuk pret përgjigje, po pra pyet. Fshati e she, e ka djalin jashtë, mirë është. Po askush nuk e di sa e rëndë është ajo mirë. Se nana nuk e mat jetën me para, e mat me përqafime. Vitet kalojnë, ai vjen rrallë. Kur vjen, ajo e she me kujdes. U lodhe birë, I e dopsu. Ai qesh. Jonan, mirë jam. Të dy gënjejnë, për mos me lëndu njëri tjetrin. Kur ai largohet përsëri, ajo nuk qanë para ti. Vetëm I thot: ruju birë, mos u lodh shumë. Dhe sa po ai kthehet me shpinë, lotët I bien pandal. Nata për të është më e vështira. Shtrihet, por nuk fle. Mendon për djalin. A ka hangër? A është lodh? A ka kush me I than hajde birë? Se nana e di, kur beti të rrethon me njerëz, por të lë vetëm. Ajo nuk kërkon shumë, nuk kërkon pasuri, nuk kërkon luks, vetëm një gjë, me e pa djalin shpesh. Me e përqafu pa kohë, me e pas pranë, se për nanën, kur beti nuk është largësi, është dhimbje që nuk shërohet, është pritje që nuk mbaron, është një derë që hapet çdo mëngjes. Kot. Dhe kështu jeton ajo, me mall në zemër, me lot në sy, me shpresë që nuk shuhet. Kjo është historia e saj, historia e mira nënave shqiptare, që kanë djemë në kurbet, dhe zemrën këtu.
Kjo është Rrëfime të heshtura.